Aktoria e njohur e portokallise Albana Perhati ka reaguar publikisht përmes një story në Instagram duke dalë në mbrojtje të aktorit Eugene Plovishti, i cili së fundmi është shfaqur në një video teksa debaton ashpër me Flori në Big Brother VIP Albania 5. Në reagimin e saj, Albana përdor një ton ironik, por njëkohësisht edhe kritik ndaj mentalitetit që sipas saj po mbizotëron sot, ku profesionet dhe vlerat artistike vijnë në pikpyetje apo relativizohen nga populariteti në rrjetet sociale. Ajo e cilëson Eugene si një super aktor, duke theksuar se talenti, formimi dhe kontributi artistik nuk mund të barazohen apo zëvendësohen nga fama e momentit apo ekspozimi në TikTok. Reagimi përmbyllet me një mesazh të qartë: përpara se ti jesh dikush në sytë e publikut, duhet të jesh një njeri mbi të gjitha. Albana Perhati thekson se Eugene, përveç se artist i talentuar, është edhe një njeri respektueshëm, duke i qëndruar larg ironive dhe ignorancës. Reagimi i plot. A bir, ky tipi i TikTokut që i tregon Eugenit për profesionin, një super aktor i spektaklit më të madh tashmë prej 21 vitesh në Shqipëri. Ky që duhet ta kishte ëndër ta takonte Eugenin, pa paragjykuar asnjë profesion në botë, por jam kurioze. Ky ç'a profesioni ka? Si quhet? Shitës në TikTok? Ku po shkon kjo botë? PS, për te gjithçkaje, përpara se të jesh dikush, duhet të jesh një njeri mbi të gjitha. Eugene, ti përveç se je super artist, je njeri mrekullueshëm, kështu që hiç mos u merr me sqaru ignorantët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.